Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025 ose në numrin tim të celularit 069 24 68 328. Si tani do të shikojmë tek pjesa e tarotëve energjinë e një ndryshimi, e një realizimi të një projekti. Pra, diçka do të realizohet në këtë dëshirë të madhe që keni ju të dy. Pra, jeni në një lidhje serioze dhe doni që të bëni një ndryshim. Pra, ajo që ju mendoni do të realizohet, diçka shumë e rëndësishme. Do të bëhet realitet në jetën tuaj? Diçka shumë e rëndësishme do të bëhet realitet në jetën tuaj, sepse letra e diellit më tregon një transformim shumë të madh që do bëhet në jetën tuaj. Në këtë kalë të paqes, ju do transformoni jetën tuaj me rrezet e diellit që ju shkëlqejnë në këtë rrugtim, sepse jeni shumë të dashuruar. Pra letra e dashurisë më tregon këtë transformim që do të bëni në jetën tuaj, të mbrojtur nga ky ëngjëll mbrojtës. Keni pasur probleme në jetën tuaj, njerëz që ju manipuloni, njerëz që diskutonin mbas shpinës tuaj, por ju i keni përballuar me sukses, sepse gjithmonë keni marrë zhvillime nga këta njerëz, sepse ju jeni shumë njerëz minjos, jeni shumë falenderues, dhe kur merrni zhvillime ju lëndojnë, pra, këta njerëz jo pozitiv. Ushtari i kupës më tregon që ky personi juaj i zemrës do të vi drejt jush, do t'ju shpreh këtë ndryshim të madh, këtë lajm të gëzuar, fal punës së tij, ati ashtu si punon një rjeri monedha, për të ndryshuar dhe për të bërë këtë transformim, këtë realizim të ëndrrës tuaj, që keni prej kohësh të realizuar. Jeni pak larg nga njëri tjetri, kjo treshi shkopina tregon distancën, por keni rrotën e fatit që ju ndihmon në këtë transformim të madh, edhe kur keni pasur probleme, kur kolla juaj ka qenë pak e thyer, ju gjithmonë i keni përballuar. Ju të dy keni forcën, dhe se jeni larg, keni atë forcën e brendshme që keni një lidhje shumë të fortë shpirtërore. Keni një dashuri dhe një pasion të fortë. Dhe ndonjëherë kur mërziteni, e largoni, duke menduar gjithmonë që gjërat do të ndryshojnë, dhe ky kapitulli vjetër do të mbyllet për të sjellë këtë lajm transformimi, ndryshimi të bekasishëm të papritur në jetën tuaj. Gjithmonë kur është dashuria e pastër dhe e sinqertë në mes, gjërat shkojnë për së mbari. Pra, ndryshimet të mëdha do të realizohen dhe dëshira juaj do të realizohet shumë shpejt në jetën tuaj. Me kë rezonon, me ujorin, me dashin, me shigjetarin, me ligjëreshën, me binjakët, me peshoren, me akrepin, luanin dhe me peshqin. Kurse me gërma mund të rezonoj me gërmën S, gërmën H, O, gërmën R, gërmën A, gërmën S, gërmën Sh, gërmën L, R, Q, Një, E, Z dhe gërmën Q. Po marrim dhe gërmën Y. Faleminderit shumë, miqtë e mi.